ndajmë midis protestës dhe veprimeve tjera. Këtu në protest do ta kuptoja për një arsye. Është në vetëmbrojtje ose është në një cënohet jeta e tij. A ka mungesë profesionalizmi këtu ke protesta? Po mund të ketë, por kjo ndryshon nga korrupsioni. Këtu nuk ka akte korruptive. Jo, po ka një gjë. Nëse këta ka mendje ke korrupsioni nuk merren me trajnimet që i përmendën. Ajo që dëmton policinë është korrupsioni dhe kriminalizimi i policisë. Nuk e dëmton teprimi i forcës në një protest. Përdorimi i forcës në një protest, nëse protesta do të jetë e dhunshme, edhe reagimi i policisë do të jetë i dhunshëm. Pra duhet ketë përplasje, nuk mundet ti të hedhësh molotov dhe ai të t'japi lule. Ose tiki, se ka detyrë kushtetuese për ta mbrojtur godinën e kryeministrisë. Ai apo garda është tjetër gjë. Kurse këto që rendite, këto janë plaga më e madhe e organizatës, këto janë totalisht tjetër gjë. Pra, unë do ta pranoja një të paaft, sepse rrugës ai do mësoj. Do aftësohet. Nuk ka njeri që është lindur i ditur në profesion e tij. Po nëse je i korruptuar dhe i kriminalizuar, ose i projektuar për t'i shërbyer grupeve kriminale. I projektuar që në nisje për ta bërë një gjë të tillë, ti nuk bën dot gjë.